Presidenti francez Emmanuel Macron mohoi të hënën çdo mosmarrveshje familjare me gruan e tij Brigitte, pasi një video e shfaqi atë duke ja shtyr fytyrën, ndërsa mbritën në Vietnam për një vizitë diplomatike. Po bënim shaka siç bëjmë shpesh, u tha ai gazetarëve në Hanoi. Një video mund të bëhet për të thënë shumë video të pakuptimta, dhe thjesht bëja shaka me gruan time siç bëjmë shpesh, shprehet Macron. Ai shpjegoi se edhe video të tjera ishin keq interpretuar si kur e tregonin duke ndarë një qese kokaine ose duke u përballur me presidentin turk. Asnjë nga këto nuk është e vërtet, tha ai, dhe të gjithë duhet të qetësohen. Për mua kanë kaluar 3 javë. Nëse shikoni agjendën ndërkombëtare të presidentit francez nga Kievi në Tiranë deri në Hanoi, ka njerëz që kanë parë video dhe mendojnë se kam ndarë një qese kokaine, se kam pasur një takim kok më kok me një president turk dhe se tani po zihem me gruan time. Asnjë nga këto nuk është e vërtet, megjithatë ato 3 video janë të vërteta. Pra të gjithë duhet të qetësohen dhe të përqendrohen tek lajmet e vërteta, shtoi Macron. Ndërsa po ulej nga avioni në Vietnam, u shfaq kjo video ku duket se bashkëshortja e tij e shtyn me dorë në faqe Macronin, i cili mbrohet dhe më pas përshëndet me dorë mikpritësit e tij poshtë shkallëve të avionit.